Horoskopi ditor e shtunë 21 qershor 2025. Dashi. Marrëdhënia në çift do të jetë goxha më e mirë se kohët e fundit. Secili nga partnerët do të respektojë mendimet e tjetrit dhe gjithçka do të shkojë për mrekulli. Beqarët do të realizojnë disa takime shumë të mira dhe mund të fillojnë histori dashurie të qëndrueshme. Financat nuk do të jenë në gjendjen e tyre më të mirë të mundshme, prandaj shpenzimet duhen kryer me maturi. Demi. Duhet të tregoheni më të përkujdesur ndaj partnerit tuaj gjatë kësaj dite dhe ta mbani atë afër gjatë gjithë kohës, në mënyrë që lidhja të përforcohet. Beqarët do të mbyllen në vetvete dhe nuk do të mund të pranojnë kurse si të dalin në për takime. Në planin financiar do të kryeni transaksione të rëndësishme dhe do të përmirësoni ndjeshëm situatën. Binjakët. Me yjet në krah gjatë kësaj dite gjithçka do të shkojë më së miri në jetën tuaj në çift. Do të jeni të gatshëm të bëni edhe ndonjë sakrificë të vogël për të ruajtur një ambient të këndshëm. Beqarët do të takohen me persona të rinj dhe do të fillojnë të njihen edhe më mirë me ta. Situata financiare do të jetë e qëndrueshme dhe as pak problematike. Gaforia. Do të bëni goxha lëshime sot në jetën tuaj në çift dhe marrëdhënia me partnerin do të ecë në rrugën e duhur, edhe çiftet problematik do të jenë më të qetë. Beqarët do të kenë një ditë plot shkëlqim dhe emocione. Gjërat do të marrin për mirë. Në planin financiar mos bëni çmenduri sepse mund të ngeleni pa asnjë para. Menaxhoni me kujdes ato të ardhura që keni. Luani. Do të jeni shumë realist sot në jetën tuaj në çift dhe do t'i merrni gjërat si t'ju vinë. Nuk priten as debate dhe as konflikte. Beqarët nuk duhet u besojnë të gjithë personave, por as të neglizhojnë ftesat që mund t'ju bëhen. Tregohuni të matur në çdo rast. Në planin financiar, fatmirësisht, situata do të jetë goxha e qëndrueshme dhe as pak delikate. Virgjëresha. Ditë shumë normale dhe pas gjë të jashtëzakonshme kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Nuk priten probleme dhe as surpriza të mëdha. Beqarët do të kenë më shumë se kur fat në jetën e tyre dhe do të realizojnë takimin e ëndrave. Në planin financiar mos kryeni shpenzime kuturu, edhe pse situata në të vërtetë do të jetë goxha e mirë. Peshorja. Jeta juaj sentimentale do të jetë gjatë gjithë kohës e mbështetur nga yjet. Por planetet do të jenë ata që do t'ju nxisin të dyve të jepni gjithçka për një lidhje sa më të fortë. Beqarët duhet të presin edhe pak ditë në mënyrë që të gjejnë princin e ëndrave të tyre. Në planin financiar do të keni goxha përmirësime. Filloni të shlyeni dal nga dal borxhet që keni marrë. Akrepi. Shprehini sa të mundni ato që ndjeni gjatë kësaj dite, sepse vetëm në këtë mënyrë klima në lidhjen tuaj do të fillojë të ngrohet. Beqarët nuk duhet ta anashkalojnë asnjë mundësi që do t'ju jepet për të dalë në përtakime. Asnjëherë nuk i dihet dhe sot mund të jetë dita juaj me fat. Financat do të jenë të qëndrueshme dhe nuk pritet asnjë e papritur në këtë sektor. Shigjetari. Klima në jetën tuaj në çift do të jetë shumë e ngrohtë dhe sensuale gjatë kësaj dite. Të dy do i shprehni më tepër ndjenjat dhe do të jeni të gatshëm të sakrifikoni vetëm që gjërat të shkojnë mirë. Beqarët duhet të tregohen të kujdesshëm dhe të mos u besojnë të gjithë personave që do t'i joshin. Në planin financiar fati do të jetë në anën tuaj. Do të ketë goxha përmirësime. Bricjapi. Do t'jeni shumë të nxituar gjatë kësaj dite dhe ka rrezik të bëni gabime të pafalshme në jetën tuaj në çift. Partneri nuk do t'ju fal kollaj dhe situata mund të dalë edhe jashtë kontrollit. Beqarët do të kenë takime pafund dhe do të kenë mundësinë të bëjnë zgjedhje të duhura. Buxhetin mund ta stabilizoni me pak më tepër maturi dhe kujdes. Ambienti yjor do të jetë mjaft i favorshëm për ju. Ujori.
Sektori i dashurisë do të jetë shumë i privilegjuar gjatë kësaj dite dhe çdo gjë do të shkojë më së miri ndërmjet jush dhe partnerit. Thashethemet e të tjerëve nuk do të ndikojnë as pak në lidhjen që keni krijuar. Beqarët jo vetëm do të kenë takime, por mund të fillojnë edhe lidhje pasionante. Në planin financiar do të jetë ditë pozitive dhe do të kryeni investimet e nevojshme. Peshqit. Ditë përgjithsisht e trazuar dhe e mbushur me vështirësi të shumta kjo e sotmja. Nuk do të bini në një mendje me partnerin dhe kjo mund të sjellë debate. Nëse jeni ende beqar, duhet të mendoni mirë përpara se t'u jepni përgjigje propozimeve që do t'ju bëhen. Sektori i financave do të ketë vështirësitë e veta. Tregohuni më vigjilent dhe mos hidhni hapa të nxituar.